Rikthehemi bashkë në këtë pjesë të fundit, do të ndalemi tek ndihma e parë, ndihma e shpejtë që mund të japim një qytetarit të cilin e shohim në vështirësi. Sa mund të veprojmë ne duke e parë këtë situatë dhe çfarë bën nga ana tjetër një mbrojtues? A lejohet të veprojmë ne në situata rreziku? Çfarë rekomandohet faktikisht? Rekomandimi është i qartë. Ndihmën e parë e jep ai i cili është i kualifikuar i trenuar për ta dhënë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që nëse nuk je i trenuar, nëse nuk i ke njohuritë, ti mund të bësh dëme ndoshta edhe të pakthyeshme. Kështu që unë do t'i ftoja, sigurisht e kuptoj, instinkti për të ndihmuar mbi zotron, por më duhet ta them këtë, nëse nuk mundesh ose nuk e ke bërë kurrë, ndoshta mungesa e ndihmës është më mirë se sa dhënia e ndihmës gabuar. Sepse do ishte më e rënda. Mund të jetë fatale, mund të ketë pasoja të pakthyeshme, mund të shkojë edhe ndoshta në humbje jete, të gjitha këto. Vetëm që dikush i kualifikuar dhe i trenuar mund të hapë ndihmën e parë. Të ilustrojmë pak bashk, David, çfarë mund të bëjmë për ndihmën e parë? Dhe një gjë, që ka raste që njerëzit nga kurioziteti i madh që kanë kur ndodh një rast të fikti apo një rast mbytje, mblidhen shumë rreth personit, domethënë të rrezikuar. Maksimumi personat që duhen të rinë aty janë personat që mbrojtuesi kërkon që të rinë aty për t'i dhënë ndihmë. Të tjerët duhet të largohen, për arsye sepse dhe i bllokojnë ajrin, po dhe ka raste që mund të japin bezi mbrojtuesit gjatë kryerjes të procedurës që ai duhet bëjë. Me drejtë. Po. Atëherë ilustrimi i parë është për mbytje. Atëherë, ilustrimi i parë është rasti i rrezikut nga mbytja në ujë. Domethënë, duke ne fillojmë nga momenti i evidentimit të rrezikuarit në ujë, nga momenti i evidentimit të rrezikuarit në ujë, i bien 3 herë birbilit, siç e thamë më parë që duhet sinjalizojmë direkt që në qoftë se ne kemi mbrojtues të tjerë në plazh dhe të ngjitur, ata të vinë automatikisht që ne të na ndihmojnë, duke kuptuar rastin e rrezikut, marrim mjetin e shpëtimit, gjithmonë dua t'ju bëj një rikujtesë mbrojtuesve dhe kursantëve tanë, domethënë, mos u fusni asnjëherë në ujë pa mjetin e shpëtimit. Pa të silurin në kuq. Domethënë, Baywatchi është shoku juaj më i mirë në këtë rast, pasi është një ndihmë shumë e madhe për juve gjatë transportit. Vrapojmë në pikën më të afërt me të rrezikuarin, paralel me të, notojmë me notin që di më mirë drejt të rrezikuarit dhe ndalojmë para atij. I flasim që të krijojmë kontaktin e parë duke kuptuar edhe në çfarë gjendje është i rrezikuari. Domethënë, nëse është i ndëgjeshëm. Dua t'ju them diçka dhe për njerëzit në përgjithësi. Nëse personi është i pandërgjeshëm dhe është në rast mbytye, nuk ju njeh më. Ju ka motor, ju ka vlla, ju ka mama, ju ka baba. Juve ju shikon thjesht një mjet shpëtimi. Kështu që në disa raste lejeni mbrojtuesin në plazhit që ta bëjë detyrën, nëse mbrojtuesi i plazhit është në stacionin përkatës. Këtë e kam dëgjuar edhe në një nga historitë që na ka treguar një mbrojtues. Babai kërkonte të shpëtonte aq sa nuk i interesonte që kishte edhe djalin duke u mbytur. Pra, është instinkti i mbijetesës? Është instinkti i mbijetesës. Truri nuk furnizohet më me oksigjen, janë ca receptorë që nuk e pastaj e humb logjikën, nuk e kupton më. Ti thjesht e shikon personin që ke përballë, ndoshta e shkon edhe si shkëmb, edhe si gur, edhe si mjet shpëtimi, domethënë. Që do thjesht i hidhesh përsipër dhe të shpëtosh vetë. Nuk e domethënë deri në momentin kur ti arrin të kuptosh gjendjen e zëm, është një val, një rrymë deti që po të tërheq. E fillon dhe e kupton se në fakt nuk po e menaxhon dot, nuk arrin dot të shkosh drejt bregut, toka po largohet. Çfarë duhet bëj unë që ta marr qet përveç se të thërras për ndihmë, të lëviz ndoshta shpejt, çfarë? Të them, në rastet përveç se kur ka raste që krijojnë ngërçe në këmbë, domethënë te personat që di not, zakonisht personat që mbyten janë personat që nuk di not. Domethënë shkojnë shumë larg, mund të rastisin me një grop thithse, ose me një ultësirë që kanë krijuar rrymrat, dhe i zë paniku. I zë paniku, fillojnë dhe rrymrat, e çojnë pak më tutje, e humbin vetdijen në këtë rast. Dhe gjëja që ne
Ne këshillojmë më shumë është që të jenë të qetë, të rinë të qetë, nuk mbytesh, nuk vete në asë një vënd, me thënë, mos të zë paniku. Mund thjesht të shtriesh me kurizë, me thënë. Lërë të të drejtojë në një pikë. Lërë të drejtojë në një shumë vështirë për të bërë në të fikë. Se unë imaginoj, nëse unë e bëj këtë gjënë, këtë veprim, si ta sinjalizoj unë vrojtusin që se jam në gjënë që të sinjalizimi, vrojtuesi duhet jeti vëmendshëm. Kjo është kështu për të mbyturin, kur e kupton që ai po vjen drejt teje. Vrojtuesi duhet jeti vëmendshëm të shikojë njerë, se po nuk të pa vrojtuesi, jo në pozicion ylli të rish, por në çdo lloj pozicioni nuk të shpëton. O, zoti ma, se është e frikshme, sinqerisht nëse nuk dini natë, mos e merrni guximin shkoni kjo nuk është shaka. Jo, më thënë, unë e kam të pa imagjinueshme se si mund të bëj këtë lojë me detin dikush kur nuk di natë. Më thënë, i bie mos ta duash jetën. Po, jemi dhe 4-5 minuta. Atëherë, kalojmë në momentin që krijojmë kontaktin e parë me të rrezikuarin, në qoftë se është i pavedishëm ose nuk është bashkëpunues me juve, ne kemi teknika të ndryshme që bëjmë imobilizime për ta tërhequr në breg, ndërsa në qoftë se ai është bashkëpunues me ju, japim mjetin e shpëtimit, i kalojmë në pjesën e mbasme të trupit, asnjëherë nuk duhet të krijojmë kontakt me të rrezikuarin drejt për drejt, ose ai të na kap neve. Forca e tij në këto raste mund të jetë shumë më e lartë se sa forca e një personi në raste normale. Ai prodhon shumë adrenalin. Në momentin që japim mjetin e shpëtimit Baywatch në këtë rast, bëjmë tërheqjen në bregun e detit. Në qoftë se personi është i pavedishëm, nuk ka, le të themi, nuk ka shenja jete, ne e transportojmë në breg pa shenja jete, atëherë bëjmë kontrollin më duhet që ta bëj kontrollin. Ulemi dhe gjunjë tanë duhet jenë në mes të shpatullave të personit. Bëjmë kontrollin fillimisht puls dhe diafragmarja. E prekim në shpatulla, se ka raste që shoh njerëz që fillojnë edhe shkundin, nuk e dinë që personi mund të ketë një problem në pjesën e cervikales apo spinales, dhe fillojnë edhe shkundin, i shkaktojnë trauma më shumë. Atëherë, i flasim, e prekim dhe e piskojmë në pjesët e buta të trupit që të kuptojmë që personi reagon apo jo. Këtu neve kontrollojmë vetdijen. Në momentin më pas do bëjmë kontrollin e pulsit dhe të frymëmarrjes. I ngrëm kokën lart, në këtë moment neve i lirojmë rrugët e frymëmarrjes, i japim gojën dhe dorën e mbajmë te pjesa e arterjes karotide për të kontrolluar pulsin. Faqen te goja, veshin te unda edhe syt te kafazi krarorit dhe numërojmë për 10 sekonda. 0-1, 0-2, 0-3, deri në 10. Në këtë rast, ne konstatojmë që personi nuk ka shenja jete. Gjëja e parë që duhet bëjmë është të marrim ambulancën në telefon. Alo, përshëndetje, jam Devi Gjata në këtë rast, jam vrojtuesi i plazhit në këtë stacion plazhi. Kam një person pa shenja jete dhe ju lutem hajde nisa më shpejt. Në këtë rast ja japim telefonin dikujt tjetër që ai të komunikojë me ambulancën dhe ne automatikisht fillojmë reanimimin kardiopulmonar. Reanimimi kardiopulmonar fillohet duke dhënë 5 frymëmarrje fillimisht te i mbyturi, për arsye sepse ai ka pas mungesë oksigjeni dhe ne i japim 5 frymëmarrje për të filluar të stabilizuar sasinë e oksigjenit në mushkëri. Mbyllim mundën, hapim gojën, gjithmonë duhet të ketë një garzë mes gojës tënde dhe gojës të personit rrezikuar. Gjithmonë siguria juaj e para, pastaj vjen siguria e për sigurisht. Por gjithsesi, të jemi të sigurt vetë, pastaj duke qenë të sigurt vetë mund ndihmojmë edhe personin e rrezikuar. Vendosim një garzë që mos të kemi kontakt me gojën e të rrezikuarit, ne në shumicën e rasteve përdorim ambun dhe fillojmë 5 frymëmarrje. Gjithmonë syt janë te kafazi krarorit. Një, ngrihemi lart që të mbushemi mirë me frymë, japim 5 frymëmarrje. Vendosim duart poshtë te pjesa e diafragmës që të bëjmë shtypje në krarorit dhe janë 30 shtypje. Gjithmonë syt i kemi te fytyrat e rrezikuarit.
Për të parë reagimet, që se zgjohet, që se fiton vëdije. David, gjithmonë të ndihmë jep vërtuesi plazhit, ai që Gjithmonë vërtuesi plazhit, personi që është i trajnuar dhe i specializuar për këtë punë. Një tjetër nuk e bën dot Një mjek? Në qoftë se është një mjek ose një person i trajnuar për është i trajnuar, jo ta provosh, po themi sepse ti e di që bëhet kështu dhe ta tentosh për t'i dhënë ndihmë sa më shpejt. Atëherë t'ju cilësoj disa gjëra të vogla, bën 30 shtypje, 5 deri në 6 cm në kafazin e krahërojit, që është 1/3 e madhësisë së krahërojit, dhe bëhet nga 100 deri në 120 shtypje në minutë. Dhe t'jenë të shpeshta. Në thënë që t'jenë të shpeshta. Ne jemi duke bërë një stimulator të rajeve të zënës në këtë rast. Pas 30 shtypjeve, ne vazhdojmë me 2 frymarrje. Në thënë, 5 frymarrjet janë vetëm të para për të stabilizuar mushkëlit, pastaj vazhdojnë 30 shtypje, 2 frymarrje. Kjo vazhdon deri në momentin që vjen ambulanca, ne nuk kemi më fushi, na kanë lënë të tëra fushit, apo i vjen shenjat e jetës. Por ama është domosdoshme derisa të vijë ambulanca që të jepet kjo lloj ndihme. Në momentin që, dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme, në momentin që personit i kanë ardhur shenjat e jetës, ne e kthejmë në pozicion anësor të qëndrueshëm, që është pozicioni i sigurisë, dhe i flasim tërkohës. Në qoftë se ka raste të ftohtit apo ka vap, e hedhim batanie termike nga 2 anët e saj dhe qëndrojmë me personin dhe i flasim tërkohës. Derisa të jetë ndihma nga ambulanca. Të falenderoj shumë, ju falenderoj shumë për bisedën. Me rikujtesën gjithmonë që t'jeni shumë të kujdesshëm, të vëmendshëm në Bregdet, bashkëpunues me vrojtuesit, të kujdeseni për fëmijët e për çdo që keni afër jush, pa shkuar deri në rrezik. Parandaloni është e rëndësishme. Ju falenderoj shumë, t'jeni mirë, punë të mbarë për gjithë verën që keni përpara. Ju përshëndesim.